Jeta e një blegtori është e thjesht në dukje, por e mbushur me përkushtim, lodhje dhe dashuri për tokën e vendlindjen. Çdo mëngjes nis erët, shpesh përpara agimit, me kujdesin për baktit që janë si pjesë e familjes. Ushqimi, pastrimi, mjelja, përkujdesja ndaj çdo kafshe janë punë që vazhdojnë pa pushim. Vështirësitë janë të shumta, si kostot e larta të ushqimit për baktin, apo dhe mungesa e fuqisë punëtore. Megjithatë, blegtori e tem Meko nuk dorëzohet. Unë kam 40 vjet në blegtori. 40 vjet që me sistemin e parë, tani me blegtoria marrë. Blegtoria ka vështirësi, po ka dhe të mira. Aktualisht sa krerë keni? Vetëm dele mbashtoni? Vetëm dele. Dele kam një 400 krerë. Rreth 400 krerë. Po tani shpejt akoma t'i futim brenda, po që kanë harqë. Tani dimit kanë harqë. Qesim qumshin, shqerën, e këto. Si ka qenë çmimet? Çmimet mirë, nuk janë keq. Edhe në blegtori, në qumsh janë po shumë. Qumshin kanë ulur shumë. Po të na i ngrenë qumshin, do shtojnë akoma blegtoria. Kërkesa ka? Po si s'ka kërkesa, ku ja këtu në fshat tu vetëm kjo kopeshtë? Në Kulloti nxirrni këtu rreth fshatit? Rreth fshatit. Bearit shkojmë edhe në mal. Si të vjet koha, po është thatësit, po shkojmë në mal, po se është thatësit të poshtë. Meko na tregon se në këtë punë të vështirë ka dhe shumë bukuri, si mëngjeset e qeta në Kullot, aroma e barit të freskët, zhurma e baktive, fitimet që siguron që janë shpërblimi i përditshëm për mundin e tij.